Jezusi I thoshte dishepujve të vet, keni kujdes nga majaja e farisejve. Pse? Sepse edhe ata kishin një burim. Edhe ata kishin fjalë për të dhënë. Por çdo të thotë që fjala atyre ishte e vërtet, çdo të thotë që burimi atyre ishte e vërtet. Jo. Prandaj Jezusi I thoshte keni kujdes nga majaja e farisejve. Do të thotë që do ketë shumë lloj burimesh, por ti si fëmijë I Perëndis duhet të kuptosh që ai burim ndërton, ai burim zbret nga lart apo është toksor. Duhet të lutesh Zotit, të thosh Zot, unë po pi ujin nga ky burim. Po nuk po ngopem. Çfarë po ndodh? Çfarë kam që s'po ngopem? Diçka më mungon. Ja, se ti duhet të kesh frymën e dallimit sot. Të lutesh Zot, të thosh Zot, më jep frymën e dallimit. Kush ka burimin tënd dhe kush nuk e ka burimin tënd? Se dikush mund të ketë fjalët. Kjo çdo të thotë. Edhe Satani përdor fjalën. Kjo çdo të thotë që ka burim nga Perëndia të japi? Jo, absolutisht jo. Fjala e Perëndis thotë, nga veprat do të njihni. Nga veprat do shohësh që dalë ky njeri kujt I shërben? I shërben botës toksore apo I shërben botës qellore? Kujt I shërben? Do ta shohësh. Kështu që ti si fëmijë I Perëndis tani u thirre të zgjedhësh çfarë burimi do pish? Burimin qellor apo burimin toksor?